Rikthehemi sërish në studio dhe në këtë pjesë të tretë të programit do të kemi të ftuar një psikologe që punën e saj me njerëzit e ka ngritur duke menduar për lumturinë personale. E kemi njohur fillimisht në publik si speaker e lajmesh 20 vite më parë, por sot ka ndërtuar jetën e saj si psikologe jashtë vendit. Pas një divorci dhe një martese të lumtur me ish-prefektin e Tiranës, ajo vendos të largohet nga Shqipëria për të ndërtuar jetën e saj nga fillimi me 2 djemtë e saj dhe bashkëshorti në Kanada. Në Tiranë e ka sjell votimi saj parë për fëmijë. Ftojmë në studio Jeta Toçilla Dedja. Jeta, përshëndetje. Mirë se vjen në Living Day. Të gjej. Shumë kënaqësi të mirëpres. Gjithashtu kënaqësi të jem në shtëpinë time të parë mediatike. Dhe këtë do ta tregojmë përse. Sapo Vision Plus është hapur, ke qenë ndër personat e parë, ke qenë stafi i parë, ekipi i parë që ka filluar punën këtu. Po, besoj se po. Më pas ne patëm mundësinë që të shohim në një rrugtim goxha të gjatë ku shumë kusht të ka identifikuar si ajo vajza e bukur, simpatike me flokët e zeza, po shohim edhe disa foto në ekran që na kujtojnë atë periudhë. A ke nostalgjia, të mungon media? Më mungon, do thosha më mungon. Megjithatë, shiko, njeriu e gjen ta zvendçoj diçka që i mungon. E di që ke gjetur një mënyrë për ta zvendçuar, është portal. Është portal që nxit të shkruarin dhe mua më pëlqen shumë të shkruaj dhe aty kam shkruar opinionet, komentet e mia vazhdimisht. Ndërkohë e kemi shfrytzuar këtë si një zë për komunitetin shqiptar në Kanada, por edhe për diasporën në përgjithësi, pasi ne i publikojmë autorëve të ndryshëm që jetojnë në diasporë, për të përçuar kulturën shqipe kudo në botë. Kështu që e ke gjetur një shteg, e ke gjetur një mënyrë për ta patur median sërish prezente në jetën tënde. Fillon gati 8 vite më përpara një jetë të re në Kanada. Si është ta nisësh edhe një herë me të njëjtin profesion, por në një vend tjetër? A ishte e lehtë apo e vështirë për ty si psikologe? Vajta me idenë që do punoja psikologe. Dhe Taulanti, që është njëri shumë nxitës, më sugjeroi që duhet të ndiqja shkollën që tisha në të njëjtat parametra me psikologët atje. Pasi Kanadaja ka standarde tjera, kuptohet. Shqipëria e kishte të re kur unë isha brezi i tretë i psikologjisë dhe shumë nga lëndët që kisha bërë ishin më tepër teorike dhe asgjë s'ishte praktike. Për shembull, një gjë që unë jam e specializuar atje këtu as ka ardhur akoma, sepse gjërat ecin ngadalë, marrin shumë kohë, etj. Kështu që shkova në McGill University, diplomova shkollqyshëm atje dhe menjëherë sapo u diplomova, u punësova nga bordi shkollor anglofon i Montrealit, u punësova fillimisht si guidance counselor, këshilluese karriere dhe më pas i bëra të gjitha procedurat për licencimin si psikologe, mu dha pozicioni i përhershëm si psikologe në shkollat e Montrealit. Dhe ndërkohë kam klinik private ku ushtroj aktivitet privat në të njëjtën kohë. Vështirësitë e fillimit i kalove në këtë mënyrë, duke ribërë edhe një herë universitetin, duke hyrë edhe një herë në universitet. Nga e para, por gjithçka pas ka shkuar për mrekulli. Ishin vetëm 2 vite asgjë. Po për djemtë tu, si ishte realiteti në Kanada? A u përshtatën ata me një herë? Them se po, me njëherë, sepse u pëlqeu shumë mënyra se si zhvillohet mësimi. Unë gjithmonë e kisha thënë që të paktën për djalin tim të madh, sistemi shqiptar nuk ishte i përshtatshëm. Sepse ai ishte gjithmonë një mendimtar i lirë. Gjithmonë kishte mendimin e tij. Dhe për këtë kritikohej në shkollë, sepse duhet ta thoshte ashtu siç e kërkonte libri. Pra, çfarë thoshte autori sipas dyshës, duhet ta thoshte i mbir. Dhe unë nuk e edukoja ashtu fëmijën tim, unë edukoja që të kishte mendimin e tij. Dhe kur shkoja atje ai gjeti vetveten, i pëlqeu shumë shkolla, ndërsa i vogli ishte i vogël, i vogli është pothuajse ka mentalitetin e Kanadas tani, nuk megjithëse ne flasim shqip gjithkohës, ai po merr tjetër formim, është shumë perëndimor. E kishe menduar ndonjëherë që mund ta nisje jetën diku jashtë Shqipërisë? E kisha menduar gjithmonë. Vërtet? Gjithmonë e kisha dashur të jetoja në një vend që do m'jepej mundësia ose do merrja atë që meritoja.
Prandaj kisha menduar këtë gjë. Në Shqipëri unë kisha bërë disa fakultete, kisha shumë diploma, por nuk mendoja që kisha atë që unë meritoja, sepse dihet se realiteti shqiptar po nuk pate, edhe pse kisha njohje, sigurisht nuk e mohoj që kisha njohje, por duhesh i njohja akoma dhe më të mëdhaja që ti të merje edhe më shumë, ose atë që meritoje në fundit, nuk e meritoje, nuk ta jepnin atë që meritoje, ndërsa në Kanada pa njohur asnjëri, pa mikun më të vogël, pa lekun, pa asgjë, domethënë, ti merr atë që punon, atë që ti investon. E merr menjëherë. Në 2 vite, unë jam aty ku mu deshën 20 vjet në Shqipëri të isha. Si e gjen Shqipërinë kur i kthehesh? E gjej kaotike, më vjen shumë keq që e them këtë, por e gjej të rrëmujshme. Sa herë që vi, më duket sikur agresiviteti arrin gjithmonë e më tepër maja dhe më të larta, te kalon atë që e lë pasi kam qenë herën e fundit, do me thënë ka një lloj, njerëzit ndeshen me padrejtësitë, ka një lloj stresi në portretet e tyre, pa lumturie, mungesë shprese, dhe më vjen shumë keq që e shoh këtë edhe tek ish kolegët e mi, shoqet e mia kur i takoj, do me thënë flasim, jemi shumë të lumtura që takohemi, por sërish ankohen për realitetin në Shqipëri, edhe pse i kanë të gjitha shtruar, i kanë gjërat në terezi, po themi, po sërish mendojnë për të ardhmen e fëmijëve dhe mendojnë, kemi bërë mirë që kemi ndonjëherë, apo duhet të ikim? A është vonë të ikim, të lëvizim në këtë moment, apo, do me thënë, le të pranojmë realitetin kështu siç është. Ja, kështu e gjej Shqipërinë, ka ndryshime, e shoh disa ndryshime të bukura, sigurisht që ka përmirësime nga ana vizuale, po themi. Por jam e bindur se i sheh gjërat më në thellësi dhe nuk del dot nga petku i psikologes. Për mënyrën se si i sheh njerëzit. Është e pashmangshme që ti të ndash veten tënde nga profesioni dhe gjithmonë do mendosh për më mbrapa asaj që shef. Po gjithmonë, unë jam njëri optimist, edhe them, se më mirë do bëhet, ndoshta. Po, nëse do bëhet më mirë, më tonë shoqet atyre, pse nuk mendojnë që të kthehesh? Nuk e di, nuk dua të flas për politikë tani, sepse unë jam kritike e politikës, shpreh këtë në Facebook, kështu që nuk do ta lë për këtu. Jo. Do të flasim për ty, do të flasim për familjen, do të flasim për jetën që ke ndërtuar në Kanada, por edhe për botimin tënd të parë. Por para se të shkojmë aty, le të flasim pak për martesën tënde. Si u njohe me bashkëshortin? Me bashkëshortin jam njohur kur kam qenë në fushën e gazetarisë, jemi njohur siç njihen njerëzit në Shqipëri, duke ulur kafeve, duke pirë kafe, duke u miqësuar, duke u shoqëruar. Kemi pasur njohje, shoqëri, kaq. Edhe më vonë, kur edhe Taulanti ishte divorcuar dhe unë gjithashtu, vendosëm sërish kontaktet dhe ja ku jemi, është e thjesht fare. Ka qenë rastësia profesionale ajo që ju ka takuar me njëri tjetrin. Prej profesionit sigurisht që të takon të njohër shumë njerëz. Taulanti ka qenë ndryshe. Çfarë kishte ai ndryshe? Çfarë të pëlqeu tek ai? Taulanti ka një karakter të jashtëzakonshëm. Ka energji është njëri i paepur. Taulanti kur merr në dorë diçka për ta bërë, e bën, është njëri i aksionit. Dhe njerëzit që veprojnë dhe thonë atë që bëjnë atë që thonë, unë i admiroj. Dhe Taulantin unë e admiroj. E kam admiruar gjithmonë dhe vazhdoj të admiroj. Sepse është njëri i fjalës, atë që thotë e bën, atë që thotë e mban. Këtë e bën veçantë dhe e bën të jashtëzakonshëm. Po Taulanti si ka gjetur veten në Kanada? Çfarë punë bën ai atje? Ai ka qenë deputet i Partisë Socialiste, ish prefekt i Tiranës gjithashtu. Pra ka lënë një karrierë këtu në Shqipëri. Nga që është njëri shumë punëtor, Taulanti se ka partur asnjëherë problem të ndryshoj statuset e tij. Pra nga deputet, ai se pati problem të punonte si menaxher, po themi menaxher i disa objekteve, po themi 6 pallateve. Atje quhen property manager dhe kujdeset për të gjitha nevojat që kanë rezidentët aty. Nuk është se kujdeset ai dhe shkon i rregullon, por është menaxheri i shërbimeve që ofrohen atje. Ky është me pak fjalë pozicioni, është si një administrator i mini bashkie. Pra është sërish në fushën e
marrëdhënieve me publikun. Dhe të administrimit të burimeve njerëzore, menaxhimit të burimeve njerëzore. Por në një shtet tjetër, me një gjuhë tjetër, në një realitet tjetër. Dhe së fundi, është një lajm ky, Taulanti u zgjoth në nëzisim njëri tjetrin. Unë e shoh që ai ka talent shumë të madh në politik dhe gjithmonë e ka pasur. Taulanti po pa 5 njerëz mund të bëj miting. Arriti është antar i Partisë Konservatore në Kanada dhe për 2 muaj u zgjodh kryetari i zonës elektorale për Partinë Konservatore. Wow, po kishë nga lajm. Është lajm, për herë të parë po e them këtu. Dhe unë do doja shumë që ta shihja sepse ai ka të gjitha aftësitë për të qenë sërish politikan edhe në atë vend, që është një vend që nuk të paragjykon, nuk të sheh si emigrant, po të sheh një lloj si kanadez, sepse Kanadaja është vend i përbërë nga emigrantët dhe ti ndihesh i barabartë atje. Uroj shumë, edhe uroj më të mirën për ju. Në të gjitha qëndrimet e tua, në gjithçka sa thua, ndihet që jeni aty për njëri tjetrin dhe mbështesni shumë njëri tjetrin. Em se ky është Chelsea. Në Shqipëri për ne funksionon kështu. Jeni shpesh në Shqipëri? Në momentin që kam qenë duke studiuar, nuk kam ardhur në Shqipëri. Mbarova studimet, atëherë erdha në Shqipëri. Isha shumë e fokusuar në studime, nuk doja asnjë shpërqendrim. Asnjë shpërqendrim dhe unë jam njëri që doja të arrija rezultate shumë të larta, prandaj isha shumë e fokusuar. Momentin që u diplomova, fillova punën, fillova të udhtoja dhe të vija në Shqipëri. Tani do vi më shpesh në Shqipëri sepse kam motiv edhe një motiv më shumë për shkak të libri të parë, kush s'ka putra, ka pupla. Dhe gjithashtu libri tjetër që është dërguar për botim në të njëjtën shtëpi botuese, që është në vazhdim të këtij libri, ka marrë përsipër të shkruaj për fëmijët, sepse në Kanada, unë kam dashur shumë punoja me fëmijët, edhe në Shqipëri punoja si psikologe shkollore, punoja në gjykat si psikologe në çështjet civile, në çështjet penale, me fëmijë që ishin në konflikt me ligjin. Doja shumë që të bëja më shumë për fëmijët. Dhe në Kanada punoj dhe unë i përdor përrallat në terapi dhe në ndërhyrje direkte me fëmijët, përdor përrallat. Përrallat janë mënyra më e mirë e komunikimit që ti të lidhesh me fëmijën. Përmes një pralle ti e ke shumë të lehtë që ta bësh fëmijën edhe fëmijën që ka problemet më të mëdha të flasë me ty. Dhe në momentin që ti e ke hapur atë derën e komunikimit me atë fëmijë, është shumë e lehtë ta vazhdosh edhe ta mbash gjatë. Me prallat unë që kur u bëra nën kisha shumë qef. Lexoja, të tregoja prallat klasike, unë gjithmonë ja ndryshoja fundin, asnjëherë nuk i përfundoja në të njëjtën mënyrë si që kishte shkruar vllai Grimm. Pastaj fillova të isha si aktore dubluese në kompaninë e dublimit, në Kino Studio, ka qenë atëherë, harrova emrin se e kishte. Isha e ftuar nga regjisorja Mirela Naska në atë kohë, e cila e kishte qef zërin tim për ca personazhe. Edhe aty, domethënë, ishte një dashuri për të treguar, për të lidhur edhe për të vazhduar me këtë çështjen e prallave. Kisha filluar të shkruaj. Ka disa arsye që pas ke shkruar një libër me pralla, sepse ne mendonim që nëse do të vije me një botim, botimi yt do të ishte një libër psikologjik. Ai është edhe një libër psikologjik. Është. Sigurisht që është. Ky libër i drejtohet edhe psikologëve, përveç se mësuesve, prindërve dhe fëmijëve, ky libër i drejtohet edhe psikologëve. Psikologëve që merren me trajtimin e fëmijëve, sepse për shembull pralla e parë, kam sjell këtë shembull, pralla e parë merret me një çukapik që nuk rri dot pa folur dhe ky në thelb është çrregullimi i mungesës vëmendjes dhe hiperaktivitetit që është shumë prezent ditët tona. Pra ata fëmijët që spresin dot radhën, që duan të lëvizin në çdo moment, që nuk rrin dot ulur atje te banka, që flasin ndërkohë që të tjerët flasin, dhe përmes kësaj pralle ti mund t'ia shpjegosh shumë mirë atij fëmijës që ja Poku, që është emri i personazhit, i çukapikut që nuk rriti në një vend pa lëvizur, e zgjidhi në këtë mënyrë. Dhe kështu ti i mëson disa strategji që të menaxhojë këtë sjelljen e papërshtatshme në thonjza në klasë. Da, është edhe për fëmijët, por është shumë më tepër për prindrit dhe edukatorët, mësuesit dhe psikologët që punojnë me fëmijët.
Po si nën, cila është ajo kënaqësia më e madhe që ke marrë nga fëmijët e tu? Dhe a je ti një nën e rrept, duke qenë një profesioniste që kujdesesh veçanërisht për fëmijët dhe mirëqenien e tyre? Unë jam e marrosur pas fëmijëve të mi. Kush më njeh e di sa i adhuroj unë 2 djemtë e mi. Jam nën e drejtë, nuk jam e rrept, nuk jam tolerante, jam e drejtë. Ç'do të thotë nën e drejtë? I jap hakun të dyve një lloj, nuk bëj diferencime dhe nëse zemra më tronditet për një është një sjellje që mund edhe ta fal, mund edhe me një përqafim të kaloj, por nuk dua që thjesht duke i dhënë aq një përqafim, pa i dhënë pikat mbi i, nuk mjaftohem me aq. Dua që t'i vë pikat mbi i, që ata ta marrin mësimin siç është, të edukohen me vlerën që ne kemi përqafuar si familje, me vlerat tona si familje, dhe prandaj nuk i lë gjërat të më shkojnë kështu si Është e vështirë të jesh psikologe me fëmijët e tu? Është shumë e vështirë sepse unë analizoj në çdo moment dhe këtu përpiqem që ta frenoj vetëm. Është e vështirë për ty apo është e vështirë për ata? Është e vështirë për mua. Ndoshta edhe për ata, duhet të pyesësh ata. Por nuk është se ankohen, Devi, djali im i madh, më ka shprehur dhe mua më mbushen syt me lodh, më ka shprehur që unë jam shumë krenar që të kam ty si të kam, domethënë si që je ti. Dhe ky është vlerësimi më i madh që mund marrësh si nën, kur fëmia ndihet krenare për ty, krenar për ty, është vlerësim. Kur në një moment që unë disiplinoj, nuk ka, fëmijët e mi nuk janë fëmijë që të kundërshtojnë, sepse ne jemi mësuar që arsyetojmë, kur disiplinohet, kur thuhet diçka, jepet argumenti pse, gjithmonë. Dhe në rast se unë jam shumë e zënë dhe nuk jap argumentin kur i ndaloj diçka, ata gjenden kështu si të papërgatitur sepse kjo është e panatyrshme. Pra presin argumentin. Dhe kur unë nuk kam kohë, dhe ata thonë, po, mami, pse? Dhe presin gjë, duhet ja them. Sepse nëse nuk ja them, atëherë diçka nuk shkon këtu. Faleminderit shumë, je gjithmonë e mirëpritur sa herë të kthehesh. Faleminderit, Bruna. Faleminderit shumë edhe të uroj shumë suksese për librin tënd të parë. E shoh në entuziazmin tënd që do të ketë edhe botime të tjera. Patjetër që po. Prralla apo do të jetë libër psikologjik mirëfillim? Libri i dytë është në prralla sepse vazhdon volumi numër 2. Libri i tretë është psikologjik. Bukur shumë. Të mirëpres për secilin prej tyre. Faleminderit shumë Jeta, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit edhe ju që qëndruat në shoqërinë e Living Day. Mirupafshim.